Mirë, rikthehemi flasim për botrorin që fillon pas pak, kemi sigurisht tek emrat, folëm për pak për emrat e mëdhenj. Megjithatë, Max, nuk është se ka dhe skuadra të tjera që janë... Që më bëj surprizën? Po ti ke Senegalin, për shumë, ti ke Marokun, që janë të dy kampion të Afrikës, a? Po, janë. Shëpur, janë dy kampion Janë të dy kampion të Afrikës, dhe Senegali dhe Marokun, dhe temi përjashtor shumëtinë e finales, të momenteve të fundit finales, që një super kampionat i Afrikës. Pra, futbolli ka arritur nivelet jo, gjithmonë një skuadrë afrikane kemi pas nivelet lartë, për shumë, dhe ke botrori i fundit, për shumë Maroku, apo një tjetër, për çështja është... Kemi Ganën, Kamerunin në 90-ën, apo në 8-ën, që e finale. Një afrikani do jetë surprizë të zbë. Dhe për herë të parë Maroku Por gjithë po të shofër pastaj karikimin që kanë emrat e mëdhenj, dhe këtu e nis me Brazilin, për shumë, 5 kampion i botës, me gjithë organizimin që ka, përfshirë dhe Neymarin që ne nuk e përmendëm, por që mendoj që është një forcë e shtuar për Brazilin, pavarësisht nivelit, ritmit, ndeshjeve, gjithë gjërave të tjera. Po pra. Për mua është vetëm publicitet. E kanë marrë vetëm për show. Unë mendoj që do japi kontributën e vetë, do ta japi kontributën e vetë. Nëse do luaj, sepse është një lloj Brazili, për shembull, që i ka lojtarë të shpejt, i ka lojtarë që krijojnë, i ka ata që japin ekuilibër, kështu që një lojtar si Neymar mund të bëjë atë diferencën, themi ne, ke zona gol, që ti e di fare mirë. Pastaj Sokol, mos harroni që nëse të kujtohet 2014-ën, Neymar ishte lojtari më i mirë i Brazilit. U dëmtua para 12 vjetësh Po prit një sekond. Dakor, po je flas për frymëzimin. Dhe se Brazili 2014 nuk ishte Brazil si do kudo, ishte super ekip. E megjithatë mungesa e tij në gjysmëfinale me Gjermaninë u tregua që ishte vendimtar. Për te fakti që ai sigurisht është Gjermania më e mirë. Unë vlerësoj edhe nga një aspekt. Domethënë një lojtar si Neymar që hyn në Evropë dhe arrin në një pikë të merkatos që kthehet në Brazil, domethënë këtu sa skuadra kanë në Evropë që mund ta merrshin. Jo, pse ju kthyen nga Arabia, shkoj nga Arabia. Po në Evropë, mirë, po pse një dëmtim të rëndë Sokol. Shkoj për financa. Jo se ishte fund karriere, financa, ofertë. Financa i kishte edhe në Europë. Iku me 100 milion nga Barcelona dhe Paris Saint-Germain. Nuk është se për shembull iku pak. Ai është me 100 milion, theo rekord. Ju shitën bluzat, 1 milion bluza për 2 orë. Është shitja më e shtrenjtë në histori. Unë besoj që ai nuk e ka pas 100% mendje ke futbolli. E ka pas sepse e ka dhe ke futbolli, si puna Ronaldo, po edhe ke edhe gjërat e tjera. Edhe ke festat. Le të themi edhe ke festat. Se ka keq. Me talentin që kishte ai do. Flasim pak për Anglinë, e cila dishet nga mallkimi 66-s. Edhe Anglia ka fundin e një brezi të artë. Ka brezin e artë, shumë Anglia. Ka shumë zgjedhje. Jo gjithmonë. Anglia. Jo gjithmonë. Nuk e di, Harry Kane, Bellingham. 90-a ka qenë brez jashtëzakonshëm që besoj duhet ta kishte fitu botrorin dhe atëherë. Po me Gascoigne apo ndonjë tjetër. Gascoigne gjithë Waddle e tjerë me radhë. David Platt e tjerë, po Gascoigne që ishte super hylli. Kishte edhe me Beckham edhe me... Por që Anglia më duket skuadrë. Po jo, kurse Anglia duket që ka atë klimaksin e vetë kësaj radhe. Edhe ka një trajner besoj ky Gjermani që mund t'i japi diçka. Është të Tukeli, është një trajner që kam përshtypjen e ka ndryshuar edhe mentalitetin se si luan Anglia futboll tani. Po patet e guximin lajtar Cole Palmer, Phil Foden, Luke Shaw, lojtar Maguire. Po edhe Maguire, i cili duhet të thënë që është patjetër që po. Zemra e ekipit anglez. Por është emër për jashtë forme. Si që ka jashtë forme. Ky ishte justifikimi i tij. Ka lojtarë që janë gjendje më të mirë. Dhaja në kampionatet dhe lojtar që luajnë për skuadrën. Po sa është tjetër gjë. Ai është lojtar. Gjithë ajo Angli mos gjej një mbrojtës të luajë prapë me Maguire, tash m'fal. Po mirë, atëherë pse ti le Maguire dhe merr John Stones, që ka luajtur 5 ndeshje gjithë kampionatin? Kjo është gjë tjetër. Si që ka gjë tjetër? Kjo është gjë tjetër. Pse? Kjo është gjë tjetër. Do të jep shumë besim. Do flasësh për formë? Jo, jep shumë besim. Johnston mund mos ta merrte. Po tani flasim për Maguire, që është pika e më e fortë e Anglisë, tash është. Jo, nuk tash zemër, është lojtar. Po pra, zemër, si do të tash është pika më e fortë. Për lojtar që e bën ndeshjen para kur flasësh për Rice. Flasësh për Kane, flasësh për ndoshta edhe Cole Palmer për shembull ndoshta ishte mungesë e madhe. Për Foden. Janë lojtar klasë, janë lojtar cilët bëjnë diferencën. Tash të flasësh për Maguire, po e do kombëtar një lojtar tillë, e do kombëtar. E do lider. Ka marr kapitenin e Newcastle-it. Jo, Danbury që luajti për të parë, më para ka luajtur me ne.
por kë mori tjetër? Mori Jordan Henderson. Jordan Henderson e ka... Kjo është pikë pyetje e madhe. E ka shpjeguar, sepse e ka shpjeguar, shpjegojnë edhe mediat angleze, ai është shpirti i ekipit. Po plasi për shpirtin pra. Shpirti dhomave të zhveshës më shumë se sa i ekipit. Është ai që e dëgjojnë shumë, nuk e di pse ka këtë... Ka që lojtarët e Liverpoolit e kanë këtë. Po, e dëgjojnë... Zakonisht janë ata që japin drejtim skuadrës angleze. Jo vetëm Tucheli, edhe para City e merrte gjithmonë Jordan Henderson, edhe pse ai nuk luan të shkojnë në Arabi, në Katar. Ja, i shkoj pas Europianit 2024. Edhe dhe atëherë lutëm me Liverpoolin. Pikërisht, dhe më vonë filloi të grumbullonte gjithkohë, nuk ka munguar asnjëherë Jordan Henderson kontaren e Anglisë. Është nga ata liderat e eshtër ndoshta që japin shumë skuadrë. Tyre që përmendi Ledio, kalitar si Morgan Rogers i Aston Villës, po ashtu Oli Watkins janë futbollistë që për mua do të... Se me që vorë për Ligën Arabe, mori Ivan Tonin, mori një lojtar i cili shumë lojtar i mirë, kuptohet, po që në mos shumë kres gjohë dhe Arabia. Ai është si Neymari, sepse momentin më të bukur kur mund shkonte te Manchester United, shkoj luajti ca bastë. Unë mendoj që kjo Angli ndoshta pikën më të dobët ndoshta ka portierin. Pastaj pjesën tjetër ndoshta skuadër e jashtëzakonshme. Pickford ka treguar që kur luan me kombëtarin luan më mirë se sa me ekipin e tij. Portieri thjesht, rekordi i ka shumë më të mirë me kombëtarin. Po ajo që bën mua përshtypje që kësaj radhe për për kombëtarin që për herë të parë mund ta fitojnë botrorin me trajner të huaj, gjë që s'ka ndodhur kurrë. Inshallah. Pra ne them, a është ky botrori i trajnerëve apo botrori i lojtarëve? Unë mendoj që në një kompeticion të tillë duhet, sidomos të skuadrat e mëdha, duhet llogarisim nivelin fizik që arrin lojtarët. Në gjithë këto kompeticione ne kemi parë që dalin 5, 6, 7, 8 lojtarë që më përpara ishin mesatar që asnjë nuk i jepte përgjigje, pastaj shpërthejnë. Auxilio i Interit tha nuk çoj Capo Scout në botror, sepse në botror marr fregatura. Se të shpërthej lojtar tha për 30 ditë, ti shkoj e pagu 60-70 milion, dhe pastaj unë du të marrë një lojtar, unë du të marrë një lojtar, do me thënë edhe në këtë... Ke Paolo Rossi, ke Schillaci. Me jetë gjatësi, themi ne. Edhe në këtë kompeticion... Nga botrorët, përveç Paolo Rossi deri diku. Ishin lojtarë që ishin në kampionatën e tyre ishin golashnus. Pavarësisht Paolo Rossi 8 muaj përpara ishte në Burg. Cilësia e Paolo Rossi tash edhe në kampionat ishte... Po 8 muaj më përpara ishte prapë. Pa diskutim. Por nuk është lojtar që nuk e njihte. Schillaci... Schillaci e vazhdoi, patën 3-4 vite më pas e vazhdoi. Do me qenë pse ke Juve vazhdoi me valën e botrorit që ishte botror. Po me falë botror, po nuk është shkëlqeu. Tani kjo gjë më bë përshtypje Ledio që duke u nisur nga botrorët e fundit. Okej, ka lojtarë të rinj që dalin që dhe e fitojnë me merita të lojtari më i miri, ruki më i miri i botrorëve. Po të marrim në 2010-ën ishte Müller, në 2000 nuk e di kush doli në 2014. Jo, flasin lojtarët e ri. Pra, për shembull, emra që spikasin në botror. Ju folet për shembull që Olize mund të jetë kandidati kryesor. Për shembull, Mbappéja ishte 2018, po 2022 për shembull nuk kujtohet një lojtar që thosh për shembull ky lojtar shkëlqeu, doli dhe shkëlqeu mbi të tjerët në mënyrë të papritur. Duket sikur futbolli e ka humbur pak emocionet, është bërë më i disiplinuar. Ndoshta nga që syt ishin gjithë ke Ronaldo edhe ke Messi. Pa diskutim që vëmendja tek këta lojtarët e tjerë pastaj sfumohet. Po prap nuk doli. Jo, Mbappé ishte nivel shumë lart, do themi. Bëri 3 gola në finale. Mirë dhe 2022 3 gola në finale. Po nuk ishte më i ri. Po flas 2018 që ishte ashtu finale. Ishte lojtar që bëri diferencë. Po nuk shit Mülleri në 2010, po nuk ka bëri diferencë Mbappé. Patjetër, po nuk ishte më i ri, po them. Po them ideja nuk ishte më risi. Jo i ri ishte prap. Ideja që a mund është pra më parashikoni që do ketë një superstar që do lindi tani që yjet e Ronaldo dhe Messi do veniten? Jo 1-3-4. Besoj Spanja ka. Spanja ka. Potencialin, po. Patjetër.
ka 2-3 lojtarë të ri. Maroku me që e përmëndë, e ka zbuloj Bayern Munichut para se të luajnë botëror, e bleu direkt. Dhe ato djetë që ka skallë shumë mirë. Është Ismail Sajbari i... Ai për mendimin tim bashkë me ka një numër 10 që ato të Marokut që është e bleu Bayern para se pilotë botëror. Gjermanisë iku një yll i mundshëm, për shembull krall, që mund të jepte për shembull diçka. Është për shembull Turqia i ditë, akoma se kemi panë neve në arenën, ne kemi panë Serie A, pak në Champions League, Arda Güler. Arda Güler e kemi parë që se lume reale. Kemi parë në kompeticione botërore. Bëhet të përcimi madhë që i e yll apo nuk e yll. Do djem janë datindja 2006, janë futbollistë. Sepse dhe Ildizin e kemi parë në Serie A me Juventus. Do shta në një Argentina, për shumë Alvarez, apo në një tjetër që mund të kemë. Niko Paz, për shumë që mund. Komos dhe reali që nështë është i vrare me gjurin duket. Të këto e më subjektiv pak, po për Gjermanin. Gjermania që nuk është në listën e bookmakers, ave si rrallë herë. Nuk është, por është skuadër. Në te që arrinë. Unë mendoj që mund të arrijë dhe në kashe. Mund të arrijë dhe në kashe Gjermania për shumë dhe këti. Do 22 dhe i fund pëtoj Gjermania. Do 22 vetë ata në fund pëtoj Gjermania. Kjo së shpërbu gjithmonë e saktë. Ka qenë se nuk është... Në qofë se do ketë në formë Virs dhe Musiala, do i rikthejë në formën e tyre më të mirë, besoj Gjermania do bëjë ndoshta rezultate më të mira të viteve të fundit. Sepse ka një grup shkëlqyer si bazë, paktën mes fush mbrojtje port janë shumë mirë. Edhe është tifos Gjerman Safi. Tifos edhe Gjerman. Ne kështu e krahasojmë kombëtaren me Bayern. Kur ajo krahasote. Duke parë Bayernin që ka një mbrojtje skandaloze, edhe kombëtarja pak a shumë në ato ujrash. Kështu që unë kam shpresën të trajnerit, unë pra ne të mund, unë mendoj që këj botëror dhe botërori i trajnerë. Besoj që janë realisht trajnerët më të mirë në botë, që janë, po plasë i Gjermanisë, i Anglisë, i Spanjës, i Brazilit, i Portugalisë, sigurisht. Është bukur e gjithë saj, sepse këta trajnerë që përmënde kanë ndryshuar, jo vetëm trajnerët më të mirë të botës, por kanë shkuar në kombëtare që nuk i përshtatet paktën letër futbollit dhe i është dashur të kombëtarët i kthejnë të futbollit tyre. Ancelotti që ka thonë që ka sjell po bën një Brazil pragmatist, pra, edhe Rafinha në intervistë fundit. Se ti pragmatist, mu mu duk, me thënë vërtetën, pas të ndeshjen e fundit tyre miqësore, mu duk si Brazili 86. Po Brazili nuk ka luajtur. Vetëm pragmatizëm, ishte Brazili artist. Nuk ka luajtur kur me dy stopera dhe edhe me një. Pas Brazilit 82-shit, po pra, 82-82. Pastaj Brazili filloi ishte pragmatist. Konvertohet. Kisha të kjo dhe Brazili Europian. Dhe te Brazili shumëtuar e 2006, si duhet, që ishte Brazili në mbrojtje. Sokole kisha jote është të loja shumëtuar, apo të loja mbrojtëse, apo të diçka tje, por të fryma që kanë sjellë të kombëtarja. Për shembull, te Rafinha thoshte që nuk kam më, pra, Ancelotti është shumë taktik, nuk na lejon më të bëjmë brazilianët, pra, që të marrim topin, ta mbajmë pasimet, 1-2 preke topit, duhet vazhdojmë lojën. Mendimi që i ka dhënë futbollistëve që duhet kthehen pas ndihmojnë në repartet e tjera, pra nuk është kjo tipike e Brazilit, ti kërkosh, nuk e di, ti kërkosh nuk kthehesh te kur, që të kthehesh i bën një pyetje tjetër Ancelotti, për shembull i thanë çfarë do bësh me gjithë ta talente, për shembull që ka Brazili, me çështjen e taktikës, dhe ai tha që unë tha talentet nuk i çojmë mbas taktikës, por taktikën time ua dedikoj talenteve. Po, Ancelotti luan... Pra në shërbim talenteve gjithçka. Ndeshjet e fundit Brazilit me Ancelottin, Ancelotti luan në mesfush me Casemiron, luan një diga i e do aty një digë. Mori Danilon, mori Edersonin e Atalanta, mori futbollist, pra, që këtu duket ata që luajnë, sepse kërkon me ai e di, ai e di konceptin, ai 20 metrat e fundit thonë boni Tadoni braziliane. Por ama forcimi mes fushës dhe mbrojtjes, pastaj përpara vetëm jetovin ata lënë. Ekuilibrin e doj. Klasik italian. Përpara mbrojtjes. I keni pa mbrojtësit që më luan. Luan me Aleksandron.
luan me Danilon. Bremer. Mori Breme, Danilo, mori dhe Danilo... Jo, është edhe Marquinhos, këta themi. Po pra, Danilo do luaj mbrojtësi djatë tani sepse u dëmtua. Është Gabriel, është Gabriel i Arsenalit, që që e ka.